Procesi i dezinsektimit është një nga proceset më të rëndësishme të shëndetit publik për parandalimin e sëmundjeve të ndryshme që vijnë kryesisht nga mushkonjat. Shefi epidemiologjist në Vlorë, Agron Bashllari, ka konfirmuar se ky proces këtë vit është thirrur edhe në Vlorë në një sipërfaqe të konsiderueshme edhe gjatë vijës bregdetare, deri në Qeparo e Sarand. Një proces që ka evituar problematika madhore pavarësisht rasteve sporadike të një viti më parë. Sigurisht, këtë vit ka nisur herët, ka nisur që në madjet e para që kemi bërë në mars dhe në fillim të prillit ka filluar, që javën e parë të prillit ka filluar cikli i parë i trajtimit, i cili përsëritet çdo 2 javë, sipas teknikave të parashikuara, ku trajtohen pothuajse të gjitha kanalet, bodrumet me ujë, puceta, njëkohësisht dhe kemi një risi të re pra nga viti kaluar dhe këtë vit që është trajtimi shtëpi më shtëpi në sipërfaqe të mëdha në zonat urbane. Përfshi këtu Vlorën, Orikumin, Emeradhë, Dërmiun, Himarën deri në Qeparo. Zona më problematike në Vlorë kuptohet është aty ku ne kemi kanalet e hapura, pra zona e Çoles, ku bëhen të gjitha kanalet dhe lidhur me trajtimin në teren, pra pranë shtëpive, ose ku gjenden në përto shtëpi vazo me ujë, kanaçe që mbajnë ujë. Banorët informohen për ta higjenizuar, si thon banesën e tyre, por njëkohësisht edhe bëhet dhe trajtimi dhe këtu është përfshirë pothuajse gjithë qyteti i Vlorë. Në vijën bregdetare gjithmonë zonat urbane apo atje ku ka grumbullime, pra afër resorteve apo hoteleve, kuptohet që një pjesë të punës e ka detyrim dhe sektori privat, pra të gjithë subjektet private që zotërojnë pra hotele, restorante, kanë dhe pjesën ligjore, pra detyrimin për të kryer dhe ata shërbim 3D. Bashllari ka konfirmuar se ky proces ka nisur herët në Vlorë, duke parë edhe evidentuar edhe zonat problematike kryesisht në zonën e Çoles, por edhe në zona ku ka kanale apo moçalishte dhe bodrume, ndërsa në vijën bregdetare aty ku ka më shumë popullim. Procesi i dezinsektimit kryhet prej vitesh dhe është një nga veprimtaritë më të rëndësishme të shëndetit publik në fushën e parandalimit të prapjes së sëmundjeve që vijnë nëpërmjet vektorëve dhe në rastin konkret flasim për mushkonjat, ku Vlora zë një sipërfaqe të konsiderueshme pra që trajtohet. Kur them Vlora kam parasysh pra qytetin Vlorë, Radhim, Orikum dhe me radhë vijën bregdetare deri në Qeparo për Vlorën, por deri në Sarand, pra duke filluar që nga Shkodra. Për pjesën që ne menaxhojmë, pra që është vija bregdetare që mbulon Vlora, kuptohet që në vite janë evidentuar problematikat ose ato që quhen vatra të zhvillimit të larvave të mushkonjave, pasi siç e dini, preparati që përdoret lufton larvat e mushkonjave, pra jo mushkonjat adulte, që do të thotë përdoret në sipërfaqe ujore me lagështirë, atje ku dhe janë dhe habitate tipike pra të depozitimit të larvave të depozitimit të zhvillimit të mushkonjave. Është e rëndësishme të kuptojmë që fal këtij procesi nuk kemi patur deri më sot pra problematika madhore që vijnë nga vektorët, pra nga mushkonjat, pra sëmundjet e rëndësishme dhe më konkretisht vitin e kaluar që viti i parë që ne patëm, pra krahasuar dhe me rrethet e tjera të Shqipërisë, për gjatë vijës bregdetare që kam patur dhe në vitet e mëparshme, pra vetë vitin e kaluar, Vlora ka patur raste me ethet e Nilit, pra si një sëmundje re që vjen nga transmetimi i mushkonjave, por që rastet ishin të pakta pikërisht për shkak të kësaj pune që bëhet, pra nuk arritëm të kemi prapje masive të sëmundjes, për të kuptuar pra dhe rëndësinë e dezinsektimit, përveç faktit që dezinsektimi është jo vetëm për të parandaluar transmetimin e sëmundjeve, por edhe për të reduktuar pra në përgjithësi popullatën e mushkonjave, pasi është dhe efekti bezdisës që ato shkaktojnë, kryesisht pra për gjatë vijës bregdetare ku kemi dhe grumbullim njerëzish. Procesi i dezinsektimit kryhet në një periudhë çdo 2 javë dhe pritet të vijojë gjatë gjithësinë së verës.